ai ishte një njeri që mendonte se në këtë shoqëri të asaj kohe duhej patjetër ta mbronim moralin vetëm me shami. Isha shumë e re dhe nuk e kisha kuptuar që mbulesa do të më bënte shumë peripeci në jetën time, duke filluar prej shkollimit tim. Në atë kohë më kanë thënë shkoni në Arabi se këtu nuk ka shkollim për juve. Filloi të më refuzoj shoqëria sepse ngado që shkoja i kisha dyert e mbyllura dhe unë u burgosa vetëm për një shkrim të Facebookit. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Kosovë, do të lidhemi me një 58 vjeçare e cila quhet Iqbale Berisha Huduti. Është një motor muslimane, por ndryshe le të them nga ato gra muslimane që mbajnë shami, pasi Iqbalja ka një zemër dhe një mendje të lirë. Ajo shpesh paragjykohet, bulizohet, është kritikuar për mendimet e saj që jep për fen muslimane. Ditën e sotme ajo do të jetë këtu në live me Odetën për të rrëfyer jetën e saj, sakrificat, plagët e mëdha që kjo jetë i dha, por edhe gjërat e bukura që shijoj dhe po shijon në këtë jetë. Kështu që hap dritaren dhe ftoj më njëherë zonjën Iqbale. Iqbale, selam aleikum. Aleikum selam Odeta, paqja e Zotit qoftë mbi ty. Ta përktheva në gjuhën shqipe. Faleminderit, edhe unë jam përpjekur të mësoj disa fjalë nga Kurani dhe mendova që kur të jem në live me Iqbalen, do ta përshëndes në gjuhën arabe. Faleminderit. Ju e keni zbatuar një verset kuranor i cili thot ata besimtarët do të i përshëndetni me paqja qoftë mbi ty. Selam aleikum. Prandaj faleminderit shumë për respektin. Edhe unë të falenderoj dhe jemi në kuadrin e muajit më të shenjtë të Ramazanit. Po pra. Dhe është një kënaqësi e madhe që sot të kam këtu në live me Odetën. Faleminderit shumë për angazhimin tuaj dhe për punën tuaj që bëni. Është një punë një mjaft të vlera dhe është një punë që do të jetë një punë kolosale për Odetën, sepse vërtet jeni një zë që keni arritur të i prekni shumë zemra, më shumë ato zemra që janë lënduar, janë të pikëlluara, e ju i jepni shpresë njerëzve. Prandaj kam pranuar ftesën tuaj me shumë kënaqësi. E dashur Iqbale, unë të kam njohur nëpërmjet të rrjeteve sociale me deklaratat që ti ke dhënë dhe më ka kapur veshi, një grua me shami, një grua me një shpirt të lirë, që flet dhe jep mësime mbi Kuranin, por që gjërat i shikon ndoshta pak ndryshe le të themi nga ata musliman që unë njoh dhe i kam miq dhe flas. Më duk shumë interesante, ndaj dhe kërkova që të kisha sot, por unë me lejen tënde dua të flas sot për jetën e Iqbales. Besoj që në Kosovë të njohin shumë, por për një audiencë më të gjerë këtu në territorin e Shqipërisë, por për gjithë emigrantët kudo që ndodhen në diasporë dhe janë pjesë e kanalit tim dhe i ndjekin emisionet live me Odetën, unë doja të ta nisja intervistën me pyetjen e parë, çfarë moshe ke qenë kur ti vendose të vije atë shami në kokë dhe si erdhi le të themi Kurani feja në zemrën dhe në mendjen e Iqbales? Unë isha 14 vjeçare dhe vëllau im ishte student në Egjipt, në Kairo, El Azhar, dhe ai gjatë pushimeve verore vinte në Kosovë. Pastaj me predikimet e tij që i bënte brenda familjes, unë fillova ta dua Islamin, ta dua edhe mbulesën. Por në atë kohë isha shumë e re dhe nuk e kisha kuptuar që mbulesa do të më bënte shumë peripeci në jetën time, duke filluar prej shkollimit tim, edhe pse më vonë kuptova që mbulesa nuk ishte diçka që duhej është obligim primar. Por ja që më lidhen ato mësimet kuranore, më lidhen shpirtnisht dhe mendërisht, ju përkushtoja shumë librave edhe që ishin të pakta,
por me kalimin e kohës unë arrita të jem ajo vetvetja dhe t'i kuptoj në moshën 27 vjeçare gjërat më ndryshe se sa që flisnin qoftë edhe vëllau im apo hoxhallarët apo predikuesit tjerë. E qartë, e dashur Iqbale, ti e ke vënë Shami në moshën 14 vjeçare, le të themi një adoleshente. Ke qenë ato kohë dhe adoleshenca juaj ka përkuar me një kohë, le të themi të vështirë në Kosovë. Ka qenë një tjetër regjim në Prizren. Ka qenë koha e komunizmit dhe atëherë mbaheshin vetëm shamit e fshatareve dhe shamit tradicionale. Ndërka që kjo mënyrë e lidhjes që e kam lidh atëherë dhe deri më sot këtë stil nuk e kam luajtur as pak, kjo mënyrë e lidhjes ishte diçka e veçantë dhe filluan që edhe qytetarët ta keq kuptonin, disa kishin frikë se si unë arrija të dëpërtoja në një shoqëri komuniste ku ishte jo aq s'kishte edhe aq liri për manifestimin e fesë, se feja është diçka individuale, por dhe është shumë e bukur që ta kuptojmë, por në momentin kur na si femra e manifestojmë në atë moment paraqiten peripeci, vështirësi. Isha nxënëse në shkollën fillore të na thonin Vuk Karadžić, ishte një shkrimtar sërbë dhe isha Vukovace. Ashtu na thoshin nga e para deri në të 9-ën me të gjitha notat më të mbaja vetëm 5. Pastaj kisha të drejtën që të gjithja në cilën do shkollë të mesme të shkoja, unë doja e kam ëndër dëshirë të parealizuar arkitekturën, shumë e kam dashur se baba im ka qenë inxhinier asaj pune dhe ajo më ka shtyr që unë duke punuar me baba im, edhe arkitekturën e kam dash dhe nuk kam mundur të regjistrohem në atë kohë, më kanë thënë shkoni në Arabi se këtu nuk ka shkollim për juve. Dhe pastaj, për fat të keq apo të mirë, u detyrova të zgjedh rrugën e, ashtu themi, migrimit, mos themi migrimit, por rrugën për shkollim, shkova në Bosnë. Sepse për vajza me mbulesa nuk kishte as një shkollë tjetër përveç se shkollave fetare. Unë fen nuk doja ta kisha profesion të drejtën të them, por ja që më detyroi kjo mbulesë, dhe kishte mënyra që mos ta vendosja tërë kohën mbulesën. Për shembull si në Turqi, si në Iran, kur kanë qenë regjimet shumë të rrepta, i kanë vendosur xhamiat në kokë deri te dera e shkollës, e pastaj brenda në shkollë i kanë vendosur në qafë. Ishte edhe kjo mundësi, për fat të keq unë nuk e dija. Kështu që më ndoqën padrejtësit, më ndoqën perispecit e ndryshme dhe vazhdova shkollimin në shkollën fetare në Sarajev, pastaj e përfundova në Prishtinë dhe mbeta prap pa shkollim universitar. Pra, le të themi, Shamia u bë pengesa jote më e madhe për të realizuar ëndrrën tënde për të bërë një inxhiniere, një arkitekte. Arkitekte, po. Ishte edhe Shamia problem, ishin edhe bindjet e mia. Pas luftës së Kosovës filluan ato lirit për mbajtjen e Shamis. Mirë po ishin ato paragjykimet e njerëzve, sepse njerëzit ushqeheshin me ndjenjen e paragjykimeve, nuk ishin në gjendje, populli ynë shqiptar i ka dy vese të mëdha në atë kolektivitetin shoqëror, se janë shumë paragjykues dhe nuk din ta vlerësojnë diversitetin. Dhe pastaj filluan të punojnë në jetën time gjëra që si kam dashur, por gjëra profesione që kanë krijuar shumë pasuri, duke i ndihmuar burrit tim si menaxhere në kompaninë e time 30 punëtor, kështu që ngadal kur erdha u shpërngula nga Prishtina në Prizren, ishte viti 2007,
unë e kisha fakultetin 1 kilometër larg dhe do ndalemi tek shkolla e lartë që ëndra jote për të kryer një shkollë të lartë dhe të kishe një diplomë vazhdoi tek ty derisa ti e realizove dhe u diplomove. Por desha do të bëja një pyetje tek fëmiria jote e hershme, tek ajo mosha 14 vjeç, një adoleshente që bëhet pjesë e fesë muslimane dhe vendos të vëri shamin në kokën e saj. Momenti kur vure shamin dhe dole për herë të parë, si u ndjeve? Besoj që bulizime ka pasur nga shoqëria jote, janë shokuar, janë habitur kur që kanë parë Iqbalin me një luk krejt të ndryshe. Dhe dua të pyes dhe si e priti nëna dhe babai. Prindrit e mi lindin nga një familje fetare, madje dhe shkaku kryesor, Zoti ja fal babai tim, ndoshta e ka bërë nga mosdia, ishte se ai ishte një njeri që mendonte se në këtë shoqëri të asaj kohe duhej patjetër ta mbronim moralin vetëm me shami. Po nuk ishte e tillë. Por unë ja kam falë se ashtu kanë qenë njohuritë, motra e madhe gjithashtu e vendosi shamin, ishte edhe ajo me të gjitha beshe, por nuk kishte shkollim dhe na u bë disi një detyrim se duhet ta vendosësh shamin, ose të shkosh në shkollim, ose ta vendosësh shamin, pra të vazhdon shkollimin me shami. Po ajo mundësi nuk na vendos, por babai im e kuptoi gabimin e tij dhe pastaj motrën time të tretën me radhë, motra ime vazhdoi të shkojë të studiojë në medicinë. Pra sot është motër medicinale, atëherë nuk e kishte shamin, e tjera. Njerëzit paragjykonin, madje të afërmit thonin, lere shamin, po unë mora një profesion që i thonin të ne hoxhanesh. Dhe në kohën e komunizmit ishte një profesion më i nënçmuar dhe më thonin si do t'i lanë kufomat, gjenazet. Atë unë filloj si e re të revoltohesha, se kështu njerëzit mendojnë, nga dal e kuptova se të shkollohesh në drejtimet vetare nuk është patjetër t'i lanë gjenazet. Ndërka që shoqëria që kisha një shoqëri shumë të mirë nga shkolla fillore, ata gjithashtu filluan të më refuzonin. Filloi të më refuzoj shoqëria, sepse nga do që shkoja i kisha dyert e mbyllura, edhe pse feja nuk më ndalonte, po ai radikalizmi, jo nuk duhet të shkosh në vendet ku ka argëtim, kjo ndjeja veten shumë të refuzuar, madje edhe vonë e kam ndier veten të refuzuar, të bulizuar në një farë mënyre, jo, por të paragjykuar, por vinte ajo nga mendimi im, unë thoja se unë nuk jam duke bërë asnjë turp. Turpi është i atyre që nuk më kuptojnë kështu si jam. Dhe kështu që e kam mbajt veten, më ka kalit ajo ndjenja e revoltës edhe rebelimit. Jam revoltuar shumë, prandaj edhe jam pak një personalitet, kanë krijuar një karakter pak më shumë revoltues, por me kalimin e kohës e kuptova se mendimet e drejta vinë nga diturit e drejta. E diturit e drejta vinë nga bindja e drejtë. Dhe kështu që të gjitha i përballon. Dhe më vjen mirë dhe je një grua e fortë që ke mundur do të t'ja dalësh dhe unë i dua gratë që janë të forta dhe ja dalin në jetë. E dashur Iqbale, pas disa viteve ju zhvendoseni nga Prizreni, shkoni në Prishtinë dhe aty realizon ëndrrën tënde, vazhdon studimet për letërsi. Nuk ishte bashkë ëndra ime, sepse isha në moshën 40 vjeçare dhe për 10 vite unë kryeva 2 diplomime universitare në letërsi të përgjithshme krahasimtare, nuk u ngopa me aq, e mora edhe letërsinë shqipe dhe pastaj doja të studioja shkrimtarët përmes psikologjisë, se si ata arrin që përmes një libri, sikur Ismail Kadare e të tjerë, si ata arrin ta krijojnë një ndikim të madh tek populli. Nuk e zgjodha prap profesionin e duhur, sepse prap më flinte në zemër arkitektura, mirë po në moshën 40
20 vjeçare nuk kishte ajo si themi, ajo mundësi, vetë nuk e ndija vetën të gatshme që të përnoja për diçka që më sjell të mira materiale, prandaj letërsia disi prapë më fjeti në zemrën time dhe thash vetes, unë arkitekturën do ta kem prapë në zemër, por do ta ndryshoj, do ta bëj një arkitekturë mendimesh, arkitekturë veprimesh për një grua ambise, për një grua profesoresh, për një grua në shoqëri, për një grua të shtypur, do t'ja arkitekturoj jetën e tyre në mënyrë më të bukur të mundshme, prandaj edhe sot e kam zyrën për konsulta, zyrën psikosociale për konsulta bashkëshortore dhe familjare, dhe falë Zotit që arri që ato elemente të arkitekturës fizike i kam shndruar në një komponent të plot me arkitekturë mendore, emocionale, dhe sot kam arritur që me dhjetra, mos të them qindra, gra, çifte, martesa që kanë probleme në jetë, kam arritur të mos i lë që të ndahen, por sot jetojnë të lumtur. Ke bërë një ndërmjetësim që ata mos ndahen. E në fakt më lindi pyetja në fillim kur të njoha nëpërmjet rrjeteve sociale, si ka mundësi që një grua me shami të jetë kaq open mind, duke menduar që gratë me shami janë për herë të mbyllura, por ti ke studiuar për letërsi. Edhe kjo e vërteton më së miri shpirtin tënd dhe mendjen tënde të lirë. Po, ka gërshetu, sepse unë jam frymzuar për shembull nga rilindasit, dhe vetë na infrashri është ai person, është ai erudit, ashtu themi, që mua ma ka plotësuar edhe besimin islam, sepse unë në post poetët tanë të rilindjes kishin sloganin feja e shqiptarit është shqiptaria. E kishin, por kishte një solucion tjetër të asaj, sepse të atij mendimit, sepse ishin ato kohra që kombi ishte vlerë, dhe kombi duhet të ruhet, dhe feja është brenda kombit, është esencë e kombit. Pa komb, pa atë dhe nuk ka fe. Profeti neve na mëson, dhe dashuria ndaj atë dheut është pjesë e besimit. Kështu që edhe kjo, feja e shqiptarit ishte shqiptaria, nuk përputheshin të gjithë rilindasët, por në një farë mënyre ajo edhe më ka mbajtur të fortë, që unë pa komb, pa atë dhe, edhe fen time nuk mund ta veproj, ta manifestoj. Prandaj, në mirë po, na infrashëri, ma plotësoj besimin tim nëpërmjet aty mësimeve që kam bërë 4 vite studime në medrese, nuk u përmendte familja e profetit. Një bibliotekist Haxhi Krasniqi i njohur në Kosovë, dhe ai më tha se unë e di çfarë ti kërkon. Ai më tha se Naim Frashëri është ai i cili do ta plotëson besimin tënd, dhe unë kur fillova ta njoftoj familjen e profetit Ehli Bejti, që i themi ne, atëherë fillun ato si me thënë hutimet në kokën time, si unë nuk kam mundur të di për një familje më të mirë. Kështu që më vjen mirë të ekziston në fenë islame, kështu që Naim Frashëri është ai i cili më bëri edhe një plasaritje për të mirë në vendimet, në studimet e mia, dhe unë arrita sot të jem një person madje dhe kontravers, sepse nuk më kuptojnë, por unë nuk e kam problem çka të tjerët mendojnë për mua. Unë nuk jap përgjegjësitë e Zotit çfarë Odeta mendon për mua. Nëse Odeta ka interesim, le të më vjen e të më pyet, unë ja tregoj. Por unë frikohem shumë që mendime çfarë unë mendoj për të tjerët, sepse për këtë jap përgjegjësi. Sepse Zoti thot, unë ju di edhe zemrat e tuaja, edhe mendimet tuaja. Nëse në një zemër ka besim
dhe urrëtie në atë zemër nuk mund të rrinë të dyjat. Prandaj unë vendosa përmes dashurisë që dhanë rilindasit tek unë, që duam ta duam atë dheu, dua ta duam njeriun, dua ta duam çdo krijesë të Zotit, unë vendosa që jetoj vetëm me besim, me paqe, me dashuri, me respekt për njerëzit. Më vjen mirë që e ke përkthyer në mendjen tënde veprat e gjithë poetëve dhe sidomos Naim Frashi, sepse duket që poeti jot më i preferuar në kohën e rilindjes shqiptare është Naim Frashëri. Duke qartë kjo gjë, më vjen mirë që e ke përkthyer kështu dhe e ke përthithur kështu dhe do ta shpjegosh kështu tek të tjerët. E dashur Iqbale, kur ti ishe studente 40 vjeçare, jetën familjare e kishe krijuar, ishe martuar në atë kohë. Po, unë kisha djalin 20 vjeçar dhe kolegët e mia, shoqet e mia ishin gjithashtu 20 vjeçare. Në atë vit djali im u regjistrua Indjeri Ahmedi, u regjistrua në fakultet. Edhe shoqet e mia ishin si fëmijët e mi. Por ishte një dallim se unë nga mosha jam 58 vjeçare, por edhe në atë kohë u dukesha si 30 vjeçare. Dhe kjo më ndikoi bukur që unë të kaloja mirë me to, por edhe nga aspekti i krijimit tim profesional që kam arritur, nuk u pajtohesha me mentalitetin e tyre, me të arriturat e tyre, por fëmijët e mi ishin ata dhe familja, burri sidomos, bashkëshorti im është një përkrahës shumë i madh në jetë, që unë e falenderoj përzemërsisht që ai ka mundur të më nxjerrë nga ato kthetrat e radikalizmit e mendësisë patriarkale, sepse unë isha një vajzë shumë e turpshme, kur folsha me mashkuj fillosha të skuqesha. Prandaj burri ishte ai i cili më ka përkrah tër jetën financiarisht, sepse edhe moralisht madje një shaka Odeta, edhe unë u vishesha bukur, normal kam dëshirë ta mbaj veten, dhe vajza më shikoi në sy tha: "Bab, tha, çko sillu rreth fakultetit pak, le ta din që mami ka burr." E dashur Iqbale, ishin ato përkrahja edhe morale e fëmijëve edhe e burrit. Dua të pyes si e njohur me bashkëshortin tënd? Me bashkëshortin tim jam njohur në Sarajev, dhe ka qenë një djalë shumë i pashëm, krahasim me mua, unë kam qenë më ndryshe. Tani mos u tregon modeste. Tani të lutem. 58 vjeç dhe ngjan si një 30 vjeçare. Po unë nuk i numroj Odeta natën, sepse natën po flem, kështu që më shoja për gjys. U takova në Sarajev, unë isha me motrën e tij studente, edhe ai gjithashtu, edhe ai më pëlqej në disa tipare dhe gjithashtu ai pate unë një shkëndi, edhe pse kishte vajza tjera, sepse në Sarajev është shumë normale të kesh shok, ke shoqe, por unë isha e mbuluar me shami dhe kisha një hezitim, por unë aq shumë zemra ma donte, thash, ky person, pa marrë parasysh që i ka shoqet e tjera, ky person do të jetë i imi. Kështu u pata bë si ajo egli për gjestin në atë kohë. Sa është koha e Big Brother tani edhe në fakt po bën këtë lloj krahasimi. Ju u njohut, u dashuruat dhe krijuat familje bashk. Po, ishte pra burri im në moshën 18 vjeçare u pata martu, 19 ishëm veç në martesë, pastaj krijuam, na dha Zoti në Londër e linda djalin, pas 3 vjetë martese, pastaj ma dha Zoti edhe një vajzë, edhe një djalë, kemi qenë një jetë solide, mirë po ka pasur vështërsi vetëm për shkak paragjykimeve, por ne kemi arrit që ta thyejmë akullin. Mirë po pas luftës jeta jon ka qenë me shumë peripeci, në vend se të gëzohemi lirisë së Kosovës, kanë filluar ato
biznesi jo adekuat, jo lojal, tregu nuk ishte i rregullt dhe filloi të bie biznesi, pastaj burri filloi në real estate agencion. Prap situata ekonomike kur nuk ka qenë e vështirë para luftës, mas luftës ishin ato peripecit, por më e keqja ishte që unë në vitin 2020 u para burgosa dhe kjo më dha një stres të madhe në familje. Ndalemi pak këtu. Edhe nga stresi që kishim me humba edhe djalin, ishte një e keqe që ishte e mirë nga Zoti, një sprove mirë nga Zoti, por ishte një e keqe që ma bën shoqëria, sepse nga paragjykimet e mëdha që mu bën, unë në janar të vitit 2020, në këtë shtëpi më hynë për së dyti herë, mëse 30 policë të armatosur deri në dhëmbë, e ndija vetin si një terroriste, si një grua që kisha bërë shumë të këqija për këtë shoqëria e kundërta. Unë isha shumë aktive në fushën e të drejtave të grave dhe në fushën e humanizmit, kështu që më burgosën padrejtësisht, më abuzuan në autoritetin tim, sa që ma luhatën edhe besimin tim, kur isha në burg dhe ingrita duart dhe thash, o Zot, unë besoj shumë në drejtësinë tënde. Prandaj, nëse ti nuk më ndihmon në këtë situatë, unë do të dyshoj në ekzistencën tënde. Sepse aq shumë e kisha frymzuar, aq shumë kisha mësuar për drejtsinë e Zotit, dhe thash vetës pse më lejoi Zoti të vije në burg. Por të më çoj deri në burg, por ishin ato çështjet politike dhe unë u burgosa vetëm për një shkrim të Facebookut, por më montazhuan edhe një shkrim tjetër shumë inkriminues, po fal Zotit dhe fal drejtësisë e Kosovës, organeve të drejtësisë, edhe pse ata në fillim më bën padrejtësi shumë të madhe, dhe ende e vuaja padrejtësi, por ata së paku në vitin 2021 më gjykuan drejtësisht dhe unë sot pres damshpërblimin, i cili ndoshta nuk do ta pres ta shijoj. E qartë. Sepse organet e drejtësisë ne nuk punojnë me efikasitet të duhur. Por sidoqoftë pa drejtësit ende po vazhdojnë. Unë jam momentalisht që 4 vite me radhë e pa punë, kam udhëhequr një instituti kërkimor ndërkombëtar Naim Frashëri me donacione mbi 100.000 euro në vit, 100.000 euro në vit, dhe kam punuar për të gjithë, musliman, jo musliman, mirë po edhe donatorët e mi nuk e kanë pa të udhës që më të ndihmohet ndjekësit e mi, pasi që Kosova, ligjet e njerëzit, jo ligjet, se ligjet nuk i zbatojnë, më kanë bërë shumë pa drejtësi, prandaj jam me papunë, e pres damshpërblimin. E uroj me zemër të gjë. E dashur Iqbale, dua të ndalem tek momenti kur të burgosën, për një shkrim që ti bëre në Facebook, bëri një status për çfarë? Që ata erdhën, të akuzuan dhe të arrestuan. Për çfarë bësh fjalë atë status? Unë e njoh gjuhën arabe dhe gjuhën angleze dhe turke. Dhe ishte një video, e mora e bëra një përkthim të asaj dhe një përshkrim se populli irakian do të dalë në rrugët e... Ashtu ishte videoa. Doli në rrugët e Irakut për shkak se i mbyt komandanti i tyre, Mehdi Muhendisi, Kasem Sulejmani e të tjerë, dhe ata thanë që ne do të hakmeremi. Ndërkaq unë këtë përkthim, këtë përshkrim e përktheva në gjuhën shqipe, ndërkaq prokuroria mua më akuzoi se unë kërkoj hakmarrje ndaj amerikanëve. Mirë po, në të njëjtën kohë dikush e bëri një fake postim dhe thanë fjalë shumë se kërkoj unë
Amerika terroriste na vrau, vllaun ton, duhet të veprojmë kudo që të jemi kundër terroristëve amerikanë. Unë nuk i njoh terroristë amerikanët, unë e njoh që pa Amerikën sot nuk do të ishemi, pa NATO nuk do të ishim një shtet si sot Kosova. Por unë në ditën e pari kam thënë, ju lutem, mos më çoni, unë jam nan, unë jam vjeher, unë jam gruaja e dikujt, unë kam kontribuar për këtë dhe, me punën time, ju lutem, mos më burgosni, po gaboni, ma mirë evidenconi, shikoni, gjeni tekste, gjeni të vërtetën, mirë po edhe avokatin, madje hezitoja ta merrja avokatin musliman, sepse kisha një hezitim dhe mora avokatin e krishter, zotëri Mendu, i cili më ka mbrojtur, por edhe ai ka qajtur për mu, kur mua atë ditë mi vun prangat në dorë dhe vazhdoj gjykimin, por ma e keqja është që më lanë shumë kujtime kujtimet e idhura, sepse unë në këtë shtëpi, në atë pjesën tjetër, isha vetëm unë edhe djali në shtëpi, ishin mëse 15 policë brenda, 15 jashtë, edhe për një nënshkrim donin ta mirnin edhe djalin, sepse ishin marrë disa gjëra policë, e pastaj kërkonin nënshkrimin e djalit. Djali ka qenë i modernizuar, ka qenë shumë i aftë, i shkathët, i mençur, tha unë nuk nënshkruaj pa e pas kopin e asaj. Pastaj ata t'ju vërsulen edhe djalit, unë e luta, thash, aman mam, Ahmet, lutem, nënshkruaj sepse edhe ty do të baltosin me terrorizëm. E kjo që më ka lënë një kujtim edhe të hidhur, edhe më ka dhënë vullnet shumë të fortë. Ashtu në janar të ftoft i kisha prangat në duar, edhe djali mi kapi durt para se të më kapnin, të merrnin polis, tha mam, tha të lutem, mos u plok shto, bano e forca, do ta gjen një avokat mirë, se mjaft më me këto paragjykimet, na kanë pru në shkatrim të familjes tonë huduti, dhe tha, ti tha mjaft me këtë mision, me këtë ide, me këtë ideal që e ke, na ke munduar edhe neve, por e vërteta, ka ardhur koha që e vërteta do të ndriçoj dhe një herë për gjithmonë do të shpëtojmë nga këto paragjykimet, nga këto padrejtësitë që na bën. Prandaj sa herë shkoj në pjesën e kuzhinës, kur mërzitëm, më kujtohet kjo skenario që ma kanë bërë policët në shtëpi, prandaj shpres paku të ma shpërblim nga dëm shpërblim, se kam vendosur atë dëm shpërblim ta japë një emanet të birit tim të ndjerë, që të krijojnë diçka për këtë shoqëri. Ose për ndryshe nuk ja vlen ma unë, së paki unë do të vdes, këtu ndoshta e vetme, në këtë shtëpi ndoshta do të vdes, mirë po fëmijëve të mi që i kam si diamant, të dy të punojnë, janë shumë të shkathët, janë shumë të shkolluar, mirë po unë i them, mam, ju nuk e keni vendin sot. Prandaj, pa marrë parasysh që unë edhe babi do të jemi vetë, ju në shansën e parë, kur e shihni vetën që jeni të gatshëm, të ju jepet një mundësi të dini nga Kosova, dilni, sepse unë i kam blenduar shumë edhe familjen time për shkak misionit tim. Kërkoj falje se emocionet, sidomos në këtë shtëpi, po të isha studiot e ju, ndoshta më ndryshe do të ndihesh apo. Të besoj, e dashur Iqbale, çfarë ndodhi me djalin, si ndroi ai jetë? Unë me djalin dyshoj, edhe familja jonë dyshojmë, sepse ka qenë koha e pandemisë dhe ai ka marrë 2 vakcina me një termin shumë të shkurtër, u desh ato vakcina të mirën me një lartësi. Vaksinën e parë kur e ka marrë djali, ka fillu që të ndijej pak dhimbje në gjoks, edhe ka pas problem në vend se vakcinat ta mbaj më të fort. Pastaj, kur e mur vakcinën e dytë, ai kishte dhimbje më të mëdha në zemër, në trup, në veshë. Dhe unë dyshoj që ka qenë shkaktare dhe vakcina,
por unë jam shumë besimtare se Zotin thotë unë e kam krijuar lindjen edhe vdekjen, edhe jam shumë e lumtur që nuk e kam humbur kontaktin me djalin, dhe djali kontakti shpirtëror me të, dhe djali më ka ndruar jetë në moshën 32 vjeçare, por ish nusja e djalit tim, e cila është doktoresh dhe tani jeton në Gjermani bashku me nipin tim, e falenderoj shumë për kujdesin që ajo tregon ndaj nipit ton, dhe djali ma mori Zoti atë e dashti sepse ka qenë një shpirt i shpirtit, ka qenë një person, një artist i lirë që besoj në të ardhmen, si ta marrë shpërblimin, do t'ja bëjnë një ekspozit me fotografitë e tija, një fotografer. Dhe besoj që djali i tij, Noah Hussein, ai një ditë Odeta, kjo është shumë interesante, kur ishim me fotoaparatin e djalit që të ullur në dhomë, edhe tha, nanushta, unë kur të rritem, tha, do të marrë këtë fotoaparatin e babit, do të fotografoj qiellin, edhe atje babi e do të kupton, tha, që është aparati i tij, edhe ai do të më shfaqet mua edhe unë do ta hekim mallin e tij. Domethënë një fëmijë 6 vjeçar u lidh me babain e tij, por falenderoj nusën që po kujdeset dhe ma ka lënë Zoti një trashëgimtar të mrekullueshëm. Dhe qofti parajsës djali juaj. E dashurit Bale, unë duke ditur që kur kam qenë e vogël kam lexuar Kur'an, kam shkuar në xhami dhe sa herë më ka trequr kjo feja muslimane për të mësuar. Dhe madje përpara 2 ditëve kam një Kur'an në shtëpi, nuk e kam lexuar të gjithë Kur'anin, vendosa ta hapja dhe ta shfletoja, ta lexoja. Dhe e kam nisur, jam tek jeta e Muhamedit. Në atë faqe jam, po lexoj jetën e profetit. Dua të pyes pak, duke ditur që ju jeni dhe një mësuese, le të themi, e Kuranit në shumë xhami për shumë gra të tjera. Ndoshta një fe e kufizuar për femrën që të mbaj shami, mos të ekspozoj pjesë të trupit përpara burrave të tjerë, dhe deri diku një fe që e lejon një burr të marri edhe 7 gra. 2 botë që bie në kundërshtim me njëra tjetrën. Këtë gjë dua të ma shpjegosh. Shiko, nuk është 7, po 4, ndoshta gabim e keni, asi s'është problem. Deri në 4 gra, po. 4, deri në 4, mirë po, ky verset kuranor tregohet që burri ka të drejtë, thotë të i marrë 4 gra, po më mirë për juve është 1. Por cilat janë ato gra? Në fillim të versetit, që hoxhallarët nuk e lexojnë komplet versetin, edhe ata që nuk kanë njohuri, vetëm e lexojnë pjesën e poshtme, thotë në fillim të versetit, atëherë ka pas shumë gra të veja, jo luftrat, jo kushtet e tjera. Dhe në fillim të versetit thotë, dhe nëse mendoni se do të bëni padrejtësi me ata jetimet e asaj grue, atëherë më mirë për ju është që të merrni, ju lejohet të merrni 2, 3 apo 4 gra, por më mirë për juve është 1. Dhe këto martesat bëhen në raste për rregullimin e shoqërisë, e gjendjes morale në shoqëri, si edhe gjendjes ekonomike, sepse ti për shembull një grua ve nuk është e mjaftueshme që ato të kujdesesh për ta, sepse kujdeset edhe shteti, por nevojat biologjike janë normale, prandaj jo të gjithë burrat e asaj kohe, apo kësaj kohe, që duhet i kenë ka 2, 3, 4 gra. Por veç edhe nëse dëshirojnë të kenë 2, 3, 4 gra, atëherë këtu është e paraparë për gratë e veja. E qartë, pra e kuptova. Jo për gratë veçare që i marrin hoxhallarët, apo doktorët, apo personat
që janë me pasuni e me pozitë. Prandaj kjo është e parapat, verseti është komplet për gratë e veja, ato të cilat i përqeni. Prandaj unë nuk e kam pas turp edhe ta deklaroj se unë i kam dhënë ofertë 2 grave veja brenda 10 vite, të dyja kanë qenë shoqet e mia, njëra ka qenë mësuese e Kuranit me një vajzë, me kushte tepër të vështira, po tepër e bukur, e provokuar nga shoqëria se dëshironin veç t'ja humbnin moralin, unë vendosa thash burrit tim, kjo është edhe mësuese e Kuranit, ne ja jepnim një pagë, por ti ke pasuri, t'ja blini banesë edhe le ta martojmë. Ishte edhe ajo tjetra doktoresh, gjithashtu edhe ajo kishte fëmijë, pra unë këtë ofertë që ja kam bërë burrit, jam bazuar në Kuranin, jo në muslimanët. Nëse bazoheni në shumë gjëra çfarë bëjnë muslimanët, me të vërtet do të hezitoni ta duani fenë islame. E qartë, e sqarove shumë qartë dhe kuptova dhe kontekstin e atyre viteve pse bëheshin këto martesa, pra një burr të kishte 4 gra. Por sot, në ditët e sotme, ti i bazohesh Kuranit dhe 2 shoqet e tua të mbetura të vet, ti i ke bërë ofertë burrit të martohet me to. Si e priti bashorti juaj që të martohesh dhe me 2 gra të tjera përveç jush? Po, shikoni, bashkëshorti ime dhe unë na jetojmë për fenë. Nuk jetojmë prej fesë, që me fitu diçka, me bo biznes prej fesë. Po na jetojmë për fenë. Dhe normal, na nuk jemi perfekt në zbatimin e të gjitha punëve. Mi po, bashkëshorti ime dhe unë kishim një statut të lartë, edhe ekonomik, edhe shpirtëror, dhe ishim shumë persona që si themi, kishim empati ndaj njerëzve. Të dy kemi filluar që kishim empati. Dhe ai nuk e ka prit gjë abnormale, por normal, unë si grua e parë që në atë kohë isha 20 vjetë martesë, unë në statusin tim e ruajta, dhe unë nuk i kam lejuar burrit tim që të thotë, okej, po martohemi, po të gjitha këtu ta bëjmë harem. Jo, Kurani nuk thot harem të bëhen me gra, por janë rregullat, normat shumë të bukura, shumë me drejtësi, ajo mund të jetoj në shtëpi tjetër, nëse unë tham që nuk ka nevojë ta bëjmë të madhe me dashma me sen, ishte pyetja e unë. Prandaj bashorti e ka planuar shumë normale, por ja që ana e kundërt nuk e pranonin, edhe pse ishin muslimane, nuk e pranonin këtë ofertë si gjë normale. Madje më akuzonin mos ke edhe probleme gjenitale, jo më i zemër, ishte burri i shëndosh, unë doja ta kem atë mos jeme mvarur, mos jeme nga to, si them, nga burri, apo nga gjërat materiale, po kisha një mision timin të jetës që ta kënaqja Zotin me urdhrat e tij. Prandaj edhe sot është ajo kohë që unë kam po të isha në deputete apo diçka, do ta kërkoja së paku bigamin. Që kjo s'ka të bëjë me Islamin, bigamin pra një burr t'i ketë 2 gra. Për momentin në Kosovë është shumë e nevojshme, sepse vajzat e reja po bëjnë amoralitet me burrat e martuar. Mande një biznismen e ka gruan të shtëpia, por edhe asistenten e tij, pse ta bëjnë një vajzë të pashpresë. E qartë, por e mendon që bigamia mund të apo ta bëjnë në vend se ta bëjnë nën, ta bëjnë grua të dytë, ja krijoj edhe asaj një status. Po kjo me ligj normal nuk lejohet, madje edhe nëse shkon në gjykat, bëhet shkurërzim. Patjetër, bigamia për mua e shkatëron familjen, i shkatëron themelet e familjes. Dashuria shpirtërore shumë dallon nga dashuria materiale dhe ajo si ta dua një njeri që dua ta shfrytëzoj për kënaqësitë e mia.
Por prapo deta çdo burr besoj se nuk e meriton asnjë grua, prandaj kjo është një solucion për ata të cilët dojnë ta keqpërdorin motrën e dikujt, më mirë është ta bëjnë nën, sesa ta keqpërdorin. E qartë, e kuptoj dhe këndvështrimin tuaj. E kuptoj qartë këndvështrimin tuaj e dashur Iqbale. Por martesa e dy shoqeve u refuzua me bashortin, nuk ndodhi. Po, nuk ndodhi, mandej edhe nuk kemi tentu, sepse e kanë ardhur edhe vitet, edhe i kemi mjaftu njëri tjetrit, edhe jemi thellu ende në atë jetën e vërtet islame, si që na mëson Kurani, dhe normal kemi me 200 antare që janë gratë e veja, në fondacionin kulturor shpëtimtar i kohës, dhe kemi jetim edhe ne me atë mundësitë tona, donacionet që kemi mbledh, jemi përkushtu grave veja dhe fëmijëve jetim. E dashur Iqbale, se po shkojmë drejt fundit, duke ditur që je një grua muslimane, një grua e shkolluar, shumë e lexuar, open mind, të thash që në fillim, ndoshta për shkak të shpirtit, mendjes tënde të lirë, je paragjykuar nga rrethet të ndryshme shoqërore në Kosovë. Unë dua ta mbyllim me një mesazh që ti drejtohesh gjithë grave, jo vetëm ato që kanë një shami, por edhe ato si puna ime që nuk kanë një shami. Një mesazh të fortë, atë që ti ke lexuar në Kur'an, atë që ti ke përkthyer dhe ke përthithur dhe kërkon ta përçosh ashtu siç ta ndjen ty zemra, ashtu siç ti e ke pranuar Zotin dhe e ke lexuar atë Kur'an dhe mendon që ato janë fjalët e Zotit, sepse jo të gjithë Kur'anin e interpretojnë një lloj, se kushdo e lexon, e përthith, e përkthen ndryshe dhe jep mesazhe. Prandaj dua një mesazh sot nga Iqbalja. Gratë janë si një anije në oqean. Anija shumë e don jetën. E shumë e don oqeanin, detin. Dhe ajo nuk mund të ekzistoj pa atë ujë, pa atë det. Gratë duhet të jenë si anije që mos ta duan shumë atë detin, që do me thënë jetën, në atë aspektin të çmenden pas jetës, por të valviten në sipërfaqen e oqeanit, herë me batica, herë me zbatica. Dhe kur të ndodhë ndonjë gjë e keqe, çdo kujt, atëherë mendoni se Zoti ka dashur t'ju përkujtoj dhe të ju mbroj nga një e keqe më e madhe. Prandaj, unë them që kur mos heshtni për padrejtësit që ju bëjnë gjinia mashkull, por gjithashtu se ashtu sa ashtu jemi të shtypura, qoftë nga tradita, qoftë nga kultura patriarkale, qoftë nga modernizmi, ashtu sa ashtu ne vuajmë. Prandaj unë them që mos vuani edhe të jeni të shtypura. Por nëse duhet vuani dhe ngriteni zërin, sepse kështu shtypsin do ta ulim për tokë. E dashur Iqbale, ishte kënaqësi që isha sot këtu në live me Odetën me këtë intervistë. Të falenderoj dhe të uroj gjithë të mirat. Shumë faleminderit për ftesën, edhe unë ju uroj suksese për një emision mjaft të shikuar dhe mezi të pres ta shoh se çfarë kemi mund të japim mesazhe dhe juve ju uroj suksese në jetë, në familje dhe në punë. Të përshëndes nga Tirana. Faleminderit edhe ju. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të live-it. Uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar muajin e Ramazanit, pasi është një muaj i shenjtë dhe qoftë i bekat për të gjithë. Nëse ju keni një histori për denoncuar të dashur miq, apo keni një eksperiencë për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e
mia zyrtare, ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjni pjesë e kanalit tim zyrtar ku çdo paradite jam live ora 10 me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndoqët. Takohemi nesër. Mirupafshim.